Një ditë pas protestës kombëtare, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë me gazetarët përsëriti se protestat do të vazhdojnë deri në largimin e qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Berisha theksoi se dosjet e SPAK-ut për zvendës kryeministren Belinda Balluku e tenderat e Akshit treguan korrupsionin e qeverisjes socialiste. Ndaj tubimi i 22 dhjetorit është vetëm fillimi i aksionit të opozitës. Edi Rama nuk do të heqë imunitetin Belinda Ballukut, Lubi Ballukut, sepse është vetë prapa të gjitha akteve që ka kryer Lubia. Edi Rama është i gatshëm dhe i aftë të ndryshojë çdo ligj dhe çdo rregullore në mënyrë që të nxjerrë gjithçka jashtë përgjegjësisë ligjore. Dhe kjo do shënonte vdekjen e opozitës. Kjo do shënonte asgjësimin politik të saj. Ndaj dhe kjo betejë është ja të vdesim, ja të rrojmë për diri.